Mënyrë jetese, prandaj së rrinë do të bëjnë shtetet tjera. Por PDK-ja e pati atë ndërgjegjësimin që të bënte shtet dhe ja doli të bënte disi shtet. Me gjithë të gabimet me të prapë se orientimi i përgjithshëm ka qenë i drejtë. Kishin një përgjegjësi. Do më thënë, gjëja më e poshtër është kur bëjnë Hashim Thaqin, Kadri Veselin, gjithë tha udhëheqësit e UZHK si agent të Serbisë. Kjo është, do më thënë, të luash me budallëkun e popullit. Gabimet e PDK-s lidhen shumë me mungesën e përvojës. Se këta thonë, ndërnit duhet në mend që një kuadër tjetë patriot me gjitha drejtimet, që ka sakrifikuar tjetë sepse vend tradicionalisht, nacionalist, luftarak, e sakrifikus, të thonë, e gjeni një që ka, si të them, një biografi jo dhe aqë të ndreqme dhe jo aqë sakrifikuse. Në vend që një gjë tillë ndodhë në vend ku nuk njihen për sakrifizat më dha. Edhe shkon patriotin atje ku janë jo patriot. Ose ta thonë pej u hoq Ramiz Gelmendi. Në emën të asaj që ai dikur pas ka bashkëpunu me pushtetin e atëhershëm, Jugoslavë dhe që kanë nostalgjik Jugoslave tjera, po ai kishte ndikimin. Sepse vend tradicionalisht është i njohur për biznis, për ekonomi... Për tregtar. Po. Natyrisht që PDK aty s'ka arrit asnjëherë fuqizot përveç kur ka kandidu si deputet i Partisë Demokratike pikërisht Ramiz Gelmendi dhe nga pozicioni 4-5 e ka ngrit PDK-n gati të parën, gati ka kopë parën. Po u hoqë e në amën të një farloj reforme, që ishte gabushme. Reforma në kupton cilësi, jo thjesht ndrem brezash. Me vërtetë. Merë të rinë amën të rinovimit. Nuk është edhe çështja numra, çështja mosha. Dhe është ta marrësh, ta afrosh një kujtar, një të ri që është kujtar i klasës, që është gjithë me vullnetin e gjithë nxënësve, ndrysh është ta marrësh një që se do asë njërin në klasë. Pas ti nuk vinë ato tri. Vinë pas këti që e kanë gjithë ato vetë, që e vlerësojnë vetë. Po lavish për një segment, sa i përket punës më rinë, që në që nuk është bërë si që do, të tip pak ashtë në din qënë, këtë drejtim këmë përvoj, se vetë këmë qenë pjesë organizime rinore në moshtë të re. Shiko, më lë përshtypje një diçka, lirimi nga burgu i Thaqit, Veselit edhe i kondamëve të tjerë, Selimit edhe, shtyhet gjithmonë. Sigur ka një marrëveshje të heshtur midis gjykatës së kombëtare, rusëve, Albin Kurtit, sepse zbritja në fushet tyre është të zbresin lojtarë të peshave të rënda. Shtohet konkurrence. Nuk po hynë në teori komplotize, po shumë koincidenca janë. Të paktën rritet konkurrence për Albin Kurtit, që shikon me nënat, normal. Se kështu është si me pru Real Madrid me lujt me Leskoviku. Leskoviku jo, po. Paka shumë, disa parti janë. Shiko, qëndrimi pushtetit, ose institucionet dore nga gjedhët e tjera, automatikisht në reflekton në vendimin e një gjykate. Qëndrimi i tyre nuk ka qenë asë njëherë aktiv ose i qartë, i artikuluar në favor të lirimit tyre. Për shkak se thjesht nuk i kanë vënë dihet se në duar të kujt janë këto institucione prej 2019 kur ka bashkëpunu, ka qeverit bashkëpunim me LDK-n. Vendosja deri më sot, po bën gjatë vite, ose veç janë bërë. Është një prej faktorëve, po them, që ndikon shtyrje ndoshta edhe në dënim, larg qoftë. Ajo gjatë besoj në lirimin e tyre, korrekt, me sa di unë shtyrë dhe atëherë. Shtyrja drejt për drejt mendoj që ka ndodhur për shkak të një justifikimi më shumë që besoj që mund të japin, që të mos ndikojnë në rezultatet e zgjedhjeve.
Shiko, shumë thosë që është një figurë historike, kjo mas pojtë, është simbol i Partisë Demokratike. Vetëm ai mund të realizojë unitetin e brendshëm në parti. Vetëm ai ka fuqinë të bëjë reformimin real të partisë. Pse ka fuqi? Sepse është i pakonkurrueshëm brenda partisë. Është autoriteti i padiskutueshëm brenda partisë. Ai mund të bëjë reformë pa frikë se rrezikon pozicionin e vet. Pavarësisht nga migrimin që i ka bërë ai, prapë se prapë nuk mund gjendet askush që mund të zavancojë figurën e tij. Për arsyet që thash historike. Të tjerët, kurdo që të bënë reformë reale, e rrezikon pozicionin drejt për drejt vetes, sepse mbajnë përgjegjësi për mos fitorët, edhe shumë të gjërat e tjera. Prandaj bëhen shumë gjëra, bëhen shumë. Mungesa e shimit mund ta bëjë këto, edhe Kadri Veseli. Po të Kadri Veseli kam ide që është i zoti në terren. Ka autoritet, por besoj gjallë shimi, normal që ai nuk do të thotë në asnjërin prej tyre. Ka dhe PR. Këtu qëndron fuqia e emrit të Hashim Thaqit, edhe i bazën e kësaj ku mbrojt figurën e tij vazhdimisht. Pavarësisht që edhe ai ka pjesën e vet fajt të mos avantimit tim. Janë shumë faktorë që kanë quajtur ato drejt e ajo që mos favorizoj mu si që dhe ti në fillim, po ka ndiku faktor tjerë, shtytje të elementve tjerë prapatina, që ai në atë kohë nuk ka arritur t'i kuptoj që kanë... Ti s'ja kishe me të keqe me hile. Unë s'ja kishe asë një që unë... Fiko, miqtë e vërtet njifën kohë të vështira, Haki, dhe ti i e gjendur në kohë të vështirë me atë veprimtarin tënde në sa ke mundur, PDK-s dhe udhëheqjes së saj. Kështu që mendoj që një farë mënyrë është një reflektim. Kjo, megjithëse unë do të kisha dëshirë që ti t'ishe në top list, si e thonë një fjale. Është natyrisht me mua më mirë, je më i sigurt kur flet për mua, nuk i frikë që do dalë ajo e kundërta asaj që thoni jo, dhe sigurisht ndonjë faktor tjetër që të bën ty me pas atë dëshirë. Ka edhe plot të tjerë që më njohin, vetëm ata që kanë frikën nga une e që më njohin, nuk duan, përndryshe asnjë tjetër nuk është kundër. Ekziston pabesia elektorale në Kosovë që thonë do t'jap votën ty pastaj s'ta japin? Nuk thënë në humorësi për që populli po gënjen, po nuk është fajtor. Pse? Se partitë politike kanë mësu të gënjej. Aki, po, diçka më të pote për Parti Socialiste. Po, më tepër. Atë dëbë. Se ti e mdjek politikën këtu. E qartë. Ta thash këtë sepse pikërisht është kjo që më dallon më shumë se çdo kandidat tjetër në listat e partive politike në Kosovë. Kjo veprimtari vullnetare jam pa asnjë ndikim të jashtëm që unë të jepja kontributin tim në një situatë jashtëzakonisht të rrezikshme dhe të rëndë që kalon të Shqipëria prej një sistemi krejt tjetër në një tjetër. Dhe kjo natyrisht lidhët me karakterin tim idealist, e para, po edhe me vizionin, që është kriju si rezultat i një jetë të tërë, e që lidhët shumë edhe me leximin e romanëve, që kryesisht janë të zhanrit e realizmit socialist. Më thonë në asë njerë nuk më po të vërtet, midis pavërtetës edhe të vërtetës. Midis pavërtetës edhe të vërtetës ekziston veç e pavërteta. Nuk ka drejtësi, midis pa drejtësisë edhe drejtësisë, që e kërkojnë vazhdimisht, sidomos ne shqiptarët. Pa këtë diferencim, rruga jonë do t'jetë vazhdimisht vështirë, e rëndë dhe ngadalshme. Unë e kom një vëlla drejtor, ka qenë 15 vjetë urbanizmi në rrjedhën e Klinës. Ku i thosha, kjo ose ajo do të kryet. Do të kryet është. Ma do të kryet. E dishin një ditë do të kryet, se bërë. Po unë po flasë për kohën, në fatet. Këto kanë shumë rëndësi. Edhe ne që më në tërë
një periudhë kur asnjëri nuk guxonte ose kishte prik ose urrente Partinë Socialiste që një parti e dalën prej krijoja nga Mugosha nga një parti që ka ushtru represion e tjera. Po edhe Leninin unë pas një kompleks kam hyrë në zyrat e Partisë Socialiste në dyert e saj. Nuk e gjetë serb. Nuk e gjetë serb. Nuk gjetë më të mirë prej serb. Natyrisht. Bileqërve të punëve pa të kërku njerë takim dhe shënë çfarë ka ndodhur tha. Dikush lexuaj kishë në thënë dikush që është parti serbe. Edhe tha, po s'ka mundësi, tha 200.000 antarë serbe, parti e mollë, 200.000 serbe, sa nuk janë thënë në Shqipëri. Edhe me drejt, edhe thash që tani punova, kërkova mbështetjen, thash kom përvojë në rini, punë në saj, gjithë kjo parti mësë me pas një organizator një orë brenda saj, nuk ka logjik, që me dhënë autorizim plot në kalon nga Mozruci, se thajmë sekretari përgjithshëm dhe mund është me punu në emën Partisë Socialiste për krijimin e organizatës së re, që atëherë nuk e disha se në çfarë forme sakt do të realizoj, më vonë doli si ide që të martoj jo si organizatë e Partisë Socialiste, po me emrin Eurosocialiste. Dhe duke qenë se kisha përvojë, nuk mungon të shpejtësia krimit bërthamave. Ajo ndikojt pastaj edhe në mbështetjen time në vota, në dilja në pare së i dyti, që është mjaftë e çuditshme, garën për një vendi, këtë që shpanjor, pas një i tëndi, me një kohë që shkurt, me morë gjitha të vota, ajo që sot me shoqërusin e diskutuam, lidhë me dialektet, e thash pas 6 muajve, kur më pyesni njerën nga thoja Qëllaja, ose thoshin njerën nga Korqa, ose nga Gjirokastra. Tani ma vonë, kuptu pse ta kanë dyshu. Sepse më binte të reja shumë me jugurët. E se kom di që jam duke më shoqëruar me ta. Se djetë bëja dallimet atëherë. Shumë bone kuptova këto farë dallimet që natyrshme në çdo vend që kanë. Paragjykime tjera, edhe Bajeni thonë paragjykime me Republika tjera, me krajina tjera, edhe sigurisht më në Itali jugu me verion atë. Shiko, më ka bërë përshtypje, kur ja kam thënë një herë të shqetësim timin e Enver Hoxhait. Ja kam thënë, shiko, po futet një ndarje, i thash, veri ju, Kosovë, Shqipëri, mos u shqetësoha. Ata Gjermanët që i shikon të aq të frikshëm, tha, bavarezët nuk i shohin dot me sy saksonët, tha. Por kur vjen puna për Gjermanin, tha, janë të gjithë, ben ata që neve i njohim. Pra, edhe në këta aspekt, unë pavarësisht se më ka bërë përshtypje një sondazh i fundit që nëse dikur ishte Kosova në shërbim dërmuese që kërkonte bashkimin me Shqipërinë, çuditërisht me ardhen e vetëvendosjes, është Shqipëria që kërkon më shumë bashkimin me Kosovën. Është përqindja më e madhe e njerëzve janë në Shqipëri që kërkojnë bashkimin me Kosovën. Kjo ka ndodhur sepse Shqipëria ka kaluar një periudhë normale të ndryshimeve dhe ajo ka shkaktuar turbulenca dhe tash i mendon në mënyrë në perspektivë. Dhe kur ka erdhur në fillim, ishte ajo tendenca me mendu që s'ka të kundërt në mënyrë tjetër nga ajo që ishte menduar të kalon. Edhe kjo qënte rinin, që do mos në idenë që është ma mirë të nga pushtoj dikush, sepse zhvillohet më shumë. E vërtet është. Ashtu mendojnë, në këmë pas shumë debate me studentë, lidhe me pikërisht këtë çështje, që thoshin Letëvivi, që kush do Letëvivi, do të letë nga zhvillohet. Jo, në qofë se zhvillohet, unë jam për me ardhë. Po e kishin harruar sa do thot kushtimi, prandaj. Pra, tash me kalimin e kohës, me daljen jashtë, me analiza tjera, vetë koha të ndryshon mendimin, edhe është krejtësisht normale një vend i lirë, ose me një tradit shtetërore, të ketë një qëndrim ma konstruktiv, edhe me çështjen e bashkimit, se sa një vend që ka ma pak tradit shtetërore. Sot për ndodhë lufta, edhe pse rinia ju në dhënë pas shumë fenomeneve në thojë negative, prapë se prapë,
Ata kanë përjetu lirinë edhe nuk e durojnë do të robërinë, luftojnë më shumë se sa kemi luftu ne. Mendoj brenda parimi. Agi, unë ka pasur shpresë madhe, por nuk mendoj që do të harri bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Ti mendon që do ndodhi në periudhë të afërt ose të shkurtër ose të... Po, kjo mund ndodhet nëse zgjidhëm në kryeministër i Kosovës, natyrisht. Edhe se kam për shumë probleme morë vesh me këta Shqipërisë, se jam... Jo, e kam bërë që s'ke probleme, pa. Bile me është më mirë vesh me ne se sa. Më ndryshë është procese, nuk mund të kemi parashkime precize, por të sakta mund të kemi, se ajo do të ndodhë. Jam shumë i bindur që kjo do të ndodhë. Se çfarë periudhën, se çfarë kohë, këto nuk mund të jemi sigur se se dim se si do të zhvillohen gjërat. Por unë shikoj që është një bërthame shqiptarëve që nda që quajmë imperialiste, nda që quajmë që do bashkimin edhe do shtrirjen territoriale. Është një bërthame e cila edhe në kohët më të liga e ka parë gjithmonë, qoftë edhe atëherë kur s'kishin pothuajse shtet 2 deputet të Kosovës zgjidheshin gjithmonë në kuvendin e Shqipërisë. Çuditërisht një Avni Rustemi ka qenë një prej tyre. Shiko, ne vllazkush nuk bëhet bashkë thjesht pse e do. Jo e du Shqipërinë, jo e du Kosovën. Kjo nuk e bën një kom të bëhet bashkë. E bën interesi. Patjetër. Nëse ne kemi interes ekonomik, kulturor, po patjetër. Tjera, atëherë do të bashkohemi. Patjetër që kemi interes se një treg më i madh do të thonë mirëqenie më e madhe. Çdo shtet më i madh, po të mos ishte Kina 1,5 miliard, do të rrezikonte ekonominë ose të bëhej superfuqi në një mënyrë. Patjetër. Sa është niveli i jetesës në Kinë është sa gjysma e asaj, shumë më larg se gjysma e asaj në Zvicër. Cila është fuqia e Zvicrës me standard një prej më të lartë në botë me Kinën, ndikim minor ose se ekziston hiç. Çfarë do të kupton, domethënë bashkimi, rritja. Rritja në numra dhe madje unë mendoj që një ndër arsyet që neve u bën faktor ishte shtimi i popullsisë tonë. Sepse në fillim të shekullit 20, kur u ndan territoret, ne kemi qenë 800.000, Kosova ishte 400.000, Serbia ishte 6 milion. Natyrisht që do prevalonte Serbia në marrjen e copave. Sigurisht, Shqipëria ka pas 900.000 banorë, dikon. 800.000 kishim rreth 600.000 kemi qenë në 1912. Kosova ka pasur më pak se 500.000 jam i bindur. Dikon 300-400.000 ka pasur. Kështu që dhe me një potencial ushtarak pavarësisht dhe çdo luftimi atëhershëm, çdo betejë ushtarake do ka qenë destinuar të dështoj. Kërë që shmëj të akuzaj e se mëroj në skërkun,